إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Dashur vëllezër, edhe sot me lejen e Zotit do të mësojmë një hadith Resulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Umeri radiallahu ta'ala anhum ajma'in, i cili ka thënë se ishim me një mezhlis me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në të cilin mezhlis prezantonin edhe Abu Bekri dhe Umeri dhe sahabët e mëdhaj, ndërsa mua thot më mori baba për dorë si fëmijë në atë mezhlis. Pra Abdullah ibn Umeri ka qenë fëmijë i vogël. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruni bi shajaratin mathaluha mathalu al-muslim. Dhe ju tha sahabëve që ishin në mezhlis, a e dini tha cila është një pemë e cila i ngjatëson muslimanit? Ju thot se Rasulullahu shokëve vet, a e dini cila është një pemë e cila i ngjatëson muslimanit? Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idhni rabbiha wala tahuttu waraqaha. Thot në çdo kohë jep fryte kjo pemë, edhe nuk i bien gjethet. Edhe nuk i bien gjethet. Sahabët heshtën, nuk u përgjigj askush. Abdullah ibn Umeri për dim përgjigjen, po pi vjet turp më u përgjigj para sahabëve të ndaj. Atëherë kur e pa Resulullah që askush po përgjigjet, tha innaha nakhla. Ajo pemë tha është palma e hurmës. Kur dolën jashtë mezhlisit, Abdullah ibn Umeri i thot Omerit o bab, tha vallahi, tha moment që ka pyet Resulullah, tha e kum ditë ta përgjigje. Omeri i thot po pse s'u përgjigje? Tha për mua, tha o kon më e dashur ti më u përgjigj në atë mezhlis me ditë pyetjen se sa pasuria më e madhe e dynjas. Sepse më ia dhoni përgjigje Resulullah, do shta kish bë doa për ty, do shta ish lut për ty edhe ku më di çka isha bëthët. Thot u merr turp prej ti edhe prej Abu Bekrit kur nuk dha përgjigje, e unë si i vogël me dhon përgjigje. Kënë çfarë edebi, çfarë kulture kam pas fëmia e sahabeve. Ebu Bekri numri 2 i umetit, s'po përgjigjet, unë me prit qoshi dhe me thonë, që kjo është? S'është etike, s'është morale. Omeri, baba i ti, që shejtani kur e ka pa Omeri e ka thyrë rrugën, s'po përgjigjet, e unë më përgjigj, thas, nuk ma bajt i tha ftyra, prej edebit, prej kulturës që e kam pas, sepse e dita sakt që është palma e hurmës. Dashur vëllezër, Resulullah i ka mësuar shokët e vet nëpërmjet shembujve. Nëpërmjet shembujve. Edhe me të vërtetë, palma e hurmës, hurmja i ngjason muslimanit në shumë aspekte, sepse e tëra është hajër. Aspekti i parë është që gjithmonë ka hije. Edhe muslimani i vërtet, muslimani i devotshëm, sepse me numër jena kallabllak, po muslimani i devotshëm, gjithmonë ai që rrin me ta ndihet sikur se me qenë në hije, prej fjalëve të tij, prej veprave të tij, prej sjelljes së tij, ndihen freski në zemrën e tij sikur se me qenë në hije në vapën më të madhe. Gjasimi i dytë, hurmja është e ëmbël. Edhe muslimani është i ëmbël, muslimani vërtet, hakikat është i ëmbël. Gjuha e tij nuk qet fjalë vetëm të ëmbla. Ai që rrin me të e shijon ëmbëlsinë e fjalëve të tij. Sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në hadith dhe ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ose në të fol mirë ose në të hesht. Ky është muslimani që i ngjason hurmës. Fjalët e tij janë sikurse ëmbëlsira, jo me qenë fjalët e tij të ndyta, të pesta, sepse nuk i ngjason një muslimani të vërtet, nuk i ngjason hurmës pastaj.
I ngjason disa frutave që janë të idhta, e muslimani nuk guxon me qenë i tillë. Pastaj është e bukur dhe e pastër palma e hurmës. Kështu është muslimani, është i bukur në pamjen e tij. Pa më parasysh ja ka dhënë hieshin, Zoti as ja ka dhënë, është i bukur sepse është i pastër, rrin i pastër, rrin me abdes. 5 herë në ditë e pastron fytyrën e tij, duart e tij, këmbët e tij, teshat e tij. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i bukur dhe nuk e pranon prej neve vetëm të bukurën, prej punëve të mira. Kështu është muslimani, i ngjason palmës se cila është e jeshme me po, është e bukur, nuk bën bërllog sikur se e pemë tjera se si bin gjethet. Kështu është muslimani, nuk e bën bërllog kaç shkon. Po kaç shkon ju bën njerëzve hije, ju bën fjalë të mira, i lën ëmbël dhe mirë dhe rahat ndjenjen që pastaj kur ndataj prej tyre. Të dashur vëllezër, gjithashtu ngjasimi është edhe në disa aspekte tjera. Trungu i hurmës është shumë i fortë, keni pa palma çfarë trungu ka të drejtë, qiri, edhe shumë i fortë. Kjo është ajo që i ngjason muslimanit. Nuk e dëmton atë trung, as zhegu, as era, as ftofti. Kështu duhet me qenë muslimani vërtet. Nuk e dëmtojnë sfidat e jetës, sikurse trungun e palmës, as era, as sfidat e ballavaçime të ndryshme të jetës, të martesës, të pasunisë, të evlatëve, rrugtimin që ne kemi drejt Zotit, sfidat që na bashkojnë në shoqëri, nuk e lëvizin nga e vërteta, nga parimet e shëndoshat e tij, ashtu siç nuk e lëviz era, trungun e palmës. Gjithashtu dashur vëllezër, pejgamberi i Zotit tha, në çdo kohë tha jep fryte. Kjo pemë. Kështu është edhe muslimani. Në çdo kohë, në çdo moment që lypset prej tij me dhon fryte, kam i dhon frytet e tij. Kam i dhon frytet e tij, qof në fjalë, qof në vepra, qof në sakrificë, i ngjason asaj që në çdo kohë kur ke nevojë më së shumti njerëzia, i jep frytet e saj. Kështu është edhe muslimani i vërtet, i jep frytet e tij dhe jo me qenë në dëm të shoqërisë, sepse s'është muslimani i vërtetë. Nuk e kaptu Islamin ai i cili i bën dëm individit, i bën dëm shoqërisë, i bën dëm vendit, ai s'e ka kuptuar Islamin. Sepse muslimani jep fryte kudo që është, në çdo vend që është. Dhe e katërta, dashur vëllezër, rrënjët e palmës janë thellë për me mbajtë gjitha trung dhe gjitha të deg, lypse të rrënjë të thella. Për këtë e bëjnë që të jetë e fortë dhe të barballojë sfidave të jetës. Edhe muslimani i ngjason palmës së hurmës për arsye se për me u përballu sfidave të jetës do të mi pas thellë rrënjet në Kur'an dhe në Sunet. Rrënjet e tij do të më qenë me dije nga Kur'ani, nga Suneti Resulullah, nga praktika e fesë së Zotit, në mënyrë që të përballojmë sfidave të jetës. Qofse ne nuk kemi dije nga Kur'ani, si mund me di çka është halal dhe çka është harami, cila është e mira dhe cila është e keqja. Atëre era më e ulët neve na rrezon gjatë rrugtimit tonë në jetën tonë. Dhe e pesta dashur vëllezër dhe e fundit. Pema për me qëndru në këmbë i vijnë 3 elemente. E para rrënjët, e dyta trungu dhe e treta degët. Në qoftë se njëra prej këtyre mungon, pema vdes. Kështu është muslimani. Kështu është imani i muslimanit. Përbëhet prej 3 komponentave, prej zemrës, prej gjuhës dhe prej veprave. Rrënjët e imanit janë në zemër, sikur se rrënjët e palmës janë në tokë. Bindja thellë me zemër. Trungu i imanit është në gjuhën e muslimanit duke shqiptu shahadetin dhe duke bërë dhikr dhe duke përmend Allah. Dhe degët e imanit janë veprat e njerijut. Degët e imanit që i ngjasojnë palmës së hurmës janë lartë dhe gjithmonë janë të gjelbërta dhe kur nuk i qesin dushkun, janë veprat e muslimanit që kur nuk e din ai kur o vjesht, kur o dimën, kur o pranverë dhe milon veprat. Jo. Gjithmonë është dhe për mirë. Gjithmonë është i gjelbërt. Gjithmonë në stop 24 orë bën veprat mira, sikurse palma e hurmës gjithmonë rrin e gjelbërt, kur nuk i qet gjethet e saj dhe gjithmonë i ka lart. Kështu është komponenta e imanit të besimtarit. Bindje e thellë me zemër, shqiptim me gjuhë dhe praktik,
me vepra, në qoftë sa njëra prej këtyrave mungon, atëherë imani është gjysmak ose fare hiç nuk ekziston në trupin e njeriu. Ne lutsemi Allahun xhalla wa ala që t'i ngjasojmë palmës së hurmës, ashtu siç Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur këtë hadith. Ti jemi për atyre besimtarëve që jem të ëmbël, jem të pastër, të bukur, të tjerët na dojnë vetëm kur na shohin prej largu e dojnë fenë e Allahut për shkak neve. Flasim fjalë të mira ose të heshtim, të jem përballues të sfidave të jetës, duke mësuar nga Kurani dhe Suneti i Resulullahut, ta besojmë Allahun me zemër, ta shikojmë me gjuhë dhe ta praktikojmë në praktik, duke lutur Allahun që të jemi prej tyre. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.